Bilderberg Group, modeli i qeverisë globale. Bilderberg Group nuk është organizatë sekrete, por një lloj organizate sekretative. Një grupim i 150 personave të veshur me pushtet politik dhe ekonomik, individ me potencë në nivel global. Por mes tyre janë edhe disa idiot të dobishëm. Pasi jo çdo kush në grup është mbartës si konspiracioni të rendit të ri botëror. Por në thelb janë 150 persona që mblidhen dhe takojnë çdo vit dhe përcaktojnë të ardhmen tuaj. Tonën, pra pa dyersh të mbyllura, të mbrojtur nga gardë speciale. Kjo organizat tashmë ka edhe një website, ku jep thjesht dhe vetëm disa të dhëna sipërfaqësore të pjesëmarrësve, apo të ndonjë teme për diskutim, por mjaftueshëm për ne që prapa një tekst i lexojmë edhe kontekstin, edhe nën tekstin. Zakonisht pjesëtar të diskutimeve çdo vit janë politikanë, drejtues shtetesh, kryeministra, president, ministra të jashtëm, ministra të ekonomisë, general ushtarak, bankier, financier, se dhe sipërmarrës, pronar mediash, editor gazetash, drejtues të shërbimeve inteligjente, posedues të teknologjive të reja, investitor strategjik, president fondacionesh, pjesëtar të familjeve mbretërore, por marrin pjesë edhe drejtues shtetesh komuniste. Si ai i Kinës për shembull, po t'i analizosh veçmash nga njëri tjetri. Këta persona janë pa pika apo interesa të përbashkëta që t'i lidhin. Por jo, këta individi lidh diçka madhore dhe potente. Janë të gjithë globalist dhe janë të gjithë promotor të rendit të ri botëror, të dedikuar për të bërë realitet qeverinë globale. Në vitin 1990, në takimin e Bilderberg Group u thirr të merrte pjesë Bill Clinton, një politikan periferik atëherë në Amerikë, por që pas 2 vitesh u bë presidenti i SBA-ve. E njëjta ka ndodhur edhe me Barack Obama, apo me Tony Blair. E njëjta gjë ka ndodhur edhe me kryeministrin Greg Mitsotakis, por edhe me të gjithë kryetarët dhe presidentët e BE-s, respektivisht të Këshillit dhe Komisionit Evropian, që janë emëruar direkt nga Bilderberg Group, apo edhe shumë drejtor bankash qendrore. Pjesëtar thuajse të përhershëm të takimeve janë Bill Clinton, Bill Gates, Jeff Bezos, David Cameron, Princi Philip dhe të tjerë. Që nga viti 1954, takimet Bilderberg janë forume vjetore, për diskutime informale për çështje madhore, të organizuara për të forcuar dhe shtyrë më tej dialogun mes Europës dhe Amerikës së Veriut. Vini re, janë takime ku bëhen diskutime informale, për çështje madhore, referuar kjo, faqe zyrtare të grupit. Takime nga njerëz që drejtojnë shtetet dhe botën, ekonominë dhe politikën, gjithçka. Këta njerëz pra, mblidhen për diskutime informale. Pra, takimi i Bilderberg Group është një forum kyç i vitit, sepse atje shtrohen dhe parashtrohen çështje globale, hartohen politika qeverisëse dhe ekonomike në nivel global. Atje formohen strategjitë dhe platformat për zbatimin e politikave kudo në botë, në formë uniforme. Shikoni për shembull politikat e masave për pandeminë, për të kuptuar sa më sipër. Mos është vallë Bilderberg Group një premature e qeverisë globale? Duket se po. Bilderberg nuk është maja e Deep State, por duket të jetë një grupim i rrezikshëm për popujt, për kombet, për shtetet, teksa drejtues të lartë të tyre bëjnë pjesë në këtë grupim dhe populli nuk informohet për asgjë. Ka mbërritur ndoshta momenti që këto takime dhe këta individ të investigohen për të parë dhe për të informuar se çfarë bëjnë dhe çfarë diskutojnë prapa dyersh të mbyllura, në mungesë të plot transparence. Normalisht është e papranueshme dhe duhet të jetë e dënueshme, pasi pjesëmarrësit në këtë lloj takimi janë udhëheqës shtetesh dhe atje nuk thirren rastësisht si individ, por sepse populli u ka dhënë mes votës fuqi vepruese dhe vendimarrëse dhe nga ky petk nuk mund të zhvishen, askund dhe me askënd, për sa kohë mbajnë pozicionin shtetëror. Sa më sipër, në formë më të mundshme sintetike, na bind që këta janë lojtarët kryesor të globalizmit, por kanë shumë pak lojtarë rezervë, pra me shumë pak mundësi zëvendësimi. Këtë avantazh duhet ta përdorim. Mast Channel. Please subscribe.